Morali i lartë është prej gjërave që më së shumti i fusin njerëzit në xhenet. Morali i lartë është prej gjërave që njerëzit më së shumti do të hyjnë në xhenet për shkak të tij. E pyetën pejgamberin alayhis salam duke i thënë: "Ja Rasulullah, cila vepër është ajo që më së shumti e fut njeriu në xhenet?" Pejgamberi alayhis salam tha: "Taqwallahi wa husnul khuluq." Pejgamberi alayhis salam tha: "Dy gjëra e futin më shumti njeriu në xhenet, pra. Për dy shkaqe do të futen shumica e njerëzve në xhenet. E para është taqwallah, devotshmëria ndaj Allahut. Të kesh frikë Allahun, të respektosh Allahun dhe të çosh në vend urdhrat e tij, dhe e dyta është husnul khuluq, sjellja e mirë me njerëzit, sjellja e mirë me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe padyshim se edhe kjo e tregon vlerën e lartë që e ka morali, vlerën e madhe që e ka morali, sepse është prej veprave që bëhet shkak që shumica e njerëzve pra që do të futen në xhenet është shkak për këtë vepër devotshmëria e tyre dhe morali i lartë apo mirësjellja që ata e kishin me njerëzit e tjerë. Dhe nga ana tjetër, pra, morali i lartë është prej shkaqeve më të mëdha për të futur në xhenet. Dhe nga ana e tjetër, morali i lartë është prej shkaqeve më të mëdha për të shpëtuar nga zjarri i xhehenemit. Thot pejgamberi alayhis salam duke ju drejtuar shokëve të tij: "Ela ukhbirukum biman tahrumu alayhi an-nar." Dhe kjo ka qenë metodë e mësimit pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam i ka përdorur të gjitha metodat më të mira pedagogjike për të mësuar të tjerët. Dhe në këtë rast e kemi metodën dhe shembullin e pyetjes, parashtrimit të pyetjes. Dhe këtë e din ata që kanë mësuar pedagogji apo ata që mirën me mësimin dhe edukimin e të tjerëve. E din se prej metodave të mësimit dhe edukimit është parashtrimi i pyetjes. E parashtron një pyetje tek ata të cilët dëshiron që të mësosh dhe me këtë e tërheq vërejtjen e tyre, e tërheq vëmendjen e tyre. E mundson që ata të largohen nga ajo që ishin duke menduar dhe të koncentrohen në atë përgjigje të cilën ti do t'ua japish, dhe mundson që ata ta futin përdorim mendjen dhe trurin e tyre për të munduar që ta gjejnë përgjigjen para se ti t'ua japish atyre. Kjo pra është dobia e parashtrimit të pyetjes si metodë pedagogjike për edukimin dhe mësimin e të tjerëve. Të njëjtën gjë e bëri pejgamberi alayhis salam. Ju tha shokëve të tij, atë ju tregoj se cilit njeri i bëhet haram zjarri i xhehenemit. Pyetje e rëndësishme. Nëse e dim pra se si mund të bëhet haram zjarri i xhehenemit, atëherë padyshim se do të mundohesh në atë drejtim, do të mundohesh që ta praktikosh atë vepër në mënyrë që edhe ti të jesh prej atyre të cilëve ju bëhet haram zjarri i xhehenemit. Shokët e pejgamberit alayhis salam thanë: "Gjithsesi ja Rasulullah, na trego se cilit njeri i bëhet haram zjarri i xhehenemit." Pejgamberi alayhis salam tha: "Ala kulli qaribin hayyinin sahal." Haram do t'i bëhet zjarri i xhehenemit se cilit njeri që është i afërt me njerëzit, që është i lehtë me njerëzit, nuk është i rënd, po është i lehtë, është tolerant, u afal, u ndihmon, i këshillon, është i lehtë me njerëzit dhe është sehel, hayyinin sehel, dhe është i mirë për ata, është pra i lehtë me ata, është modest me ata, është i afërt me ata, është i dobishëm për ata. Pra këtij njeriu që e ka këtë moral të lartë, do t'i bëhet haram zjarri i xhehenemit, që është i afërt me njerëzit, që është i përshtatshëm me njerëzit dhe që është i lehtë me ata, është i mirë me ata, komunikativ, brengoset për brengat e tyre, i këshillon dhe mundohet pra që t'ju ndihmoj me aq sa ka mundësi.